vendos qik telefonin këtu, tek mbajtësja, I kam një mbajtëse të vogël, do me thëmë, po nuk e di se si duke. Përshëndetje, zemrat e bukura, mirë se erdhet në vlog me Elin. Nuk e di çam ka kap, po kam fillu këto ditë me lyp buzët e kuqe. Edhe baterin këtu me vete, se prandaj e vendosa këtu, se s'kisha dhe bateri edhe thash ta bëj pak hapjen e videos këtu në salon. Koha është e paqëndrueshme, herë shi, herë diell, herë shi, herë diell, e këtë javë ka thënë të gjithë javën shi. Unë sot jam çike qetë, po jo qetë, do me thënë, mund të them qetë nga punët e shtëpisë, kam për të kurosur ca robe për të palos, shumë pak. Edhe nga shtëpia s'kam për të shku këtë javë se po pres nga eva tjetër mund të shkoj. Do me thënë për rregullimet e tjera të reja që t'i shikoj. Më duhet vetëm do me thënë disa letra, për Argitën duhet I nxjerrë një pasaport, do me thënë këtu, sepse nuk ja kam nxjerrë akoma pasaportën greke, se kartën ajo e ka do me thënë, taftotjet janë që quhet këtu. E më duhet I nxjerr pasaportën për të udhëtuar në Angli, sepse nuk udhton dot me kartën, do me thënë me taftotjet janë greke, për arsye sepse Anglia ka dalë nga Europa. Edhe kështu që duhet të udhëtoj vetëm me pasaport. U interesova dhe pyeta nëse mundet të udhëtoj vetëm me moshën që ka, po mundet. E gjithë Evropa e ka ligj, do me thënë që në moshën 16 vjeç mund të udhëtojmë. Do t'i bëjmë dhe ne një letër, kur u interesova në agjenci udhëtimi, më thanë që bëj një letër ku firmosni bashkë, që jeni dakord që ajo të udhëtoj edhe personi që do t'a presi, pra një emër personit që do t'a presi. Dhe kështu që me këtë po merrem tani dhe më duhet Argitës nuk I kam thënë gjë, I kam thënë që duhet të nxjerr pasaport se na duhet. Argita mund t'i shikoj, do me thënë videot e mia, I shikon shumë më mbrapa. Po nuk e ka që kur I ngarkoj unë I shikon dhe unë e di procesin e asaj kur I shikon videot. Them që kur ta shikoj videon do ja kam pre biletën për tik. Në fakt biletën doja presi Nipi Fatmirit nga Londra. Tani ai ka gjetë bileta shumë lirë. Edhe nuk doja presu këtu, doja presi ai. Është më lirë, do me thënë t'i presësh nga Londra, duke fillu, do me thënë këtë muaj. Por nga fundi qershorit, korriku dhe gushti janë shumë shtrenjtë. Do me thënë mund të shkoj një bilet 500 pound, 500-600 pound. Dërsa tani është shumë më lirë, për shembull mund ta presi dhe 50 pound. Kështu që jam pak e ngarkuar prap, por jo nga punët e shtëpisë, siç e thash, jam vetëm me këto letrat. Nga punët e shtëpisë kam rënë pak rahat, sepse duke filluar që të ngrofi pak koha, të hapi koha tjerë, jo do laj tapetet, një nga një do t'i heq, do filloj pastaj me çikariket, me disa pastrime që unë ja tregoj gjithmonë. Kështu që po ju jap pak informacion për Argitën. Edhe ka dhe ndeshjet e kickboxit, që është shumë e lodhur, është shumë e kputur, plus kësaj. Edhe këtë javë ajo ka shkollë, se mbarojnë shkollën shumë shpejt, se janë në sezon provimesh. Pra do hyjnë në sezon provimesh. Pra ajo sot është e martë, premten mbaron shkolla e Argitës, edhe filloj pastaj nga java që vjen, fillojnë provimet, sezoni provimeve që është e ngarkuar, sepse duhet shkoj në stërvitje, plus duhet edhe lexoj, mësoj. Adrianën kemi ftohur një çik, na është ftohur, është bllokuar tek hundët, edhe e kam në shtëpi. Megjithëse tani s'ka shumë shkollë, jemi duke mbaruar shkolla. Diku nga data 14 qershor mbaron shkolla këtu, edhe do jemi pastaj me kalamajat e shtëpia. Kemi menduar me Adrianën që do shkojmë në Xhambo këtë javë. Nesër, nuk e di sot jo po nesër, do marrim ca mroklla, ca gjëra, do me thënë që do Adriana do slime, ai slime I but, kështu që unë kam shumë inat, nuk e dua fare. Po, ma kërkoj ditë tha dua slime që të luaj, me që unë nuk kam qef që të ri shumë në tablet ose në televizion, edhe them që më mirë t'i marrë diçka, I marrë edhe kështu nga ato fletore, do me thënë që janë të pikturuara, që duhet vetëm t'i ngjyrosi, ne kemi një mas nga ato, po kam edhe libra, me pralla, me vjersha, I kam, do me thënë që kanë qenë vogla bebe, kam shumë libra aty.
Edhe shqip kam shumë pak në fakt, greqisht kam shumë. Kur isha në Shqipëri që shkoj, jo kur isha, po kur shkoj në Shqipëri marr ndonjë libër, merja ndonjëherë, me pralla, por me që këtu ajo shkon në shkollë, edhe shpesh herë lexon këto librat greqisht, por edhe shqipe, se këto gocat e mia, shqyqyr Zotit din me nda, do me thënë ku duhet me fol greqishtën dhe ku shqipen. Kështu që nuk kam kështu lloj problemesh, nuk kam pas që të shkoj në Shqipëri dhe o babo nuk flet gjuhën ose s'bëhet fjalë. Neve në shtëpi nuk kam fol asnjëherë, domethënë greqisht, as anglisht, as ndonjë gjuhë tjetër. Tani për shembull ndonjëherë edhe themi ndonjë fjalë, por nuk i kam fol greqisht, për arsye sepse ishte ajo frika që duhet harronte gjuhën dhe nuk doja që ta harronin gjuhën shqipe. Jo ta harronin, po doja që t'ishte gjuha shqipe para që të mësonin, edhe me prallat që i kam lexuar edhe me vjersha, domethënë unë kam lexuar shqip, sepse detyrimisht gjuhën greke do ta mësonin këtu. Do shkonin domethënë në shkollë, në Kopësh, në Çerdhe, kështu që nuk kam pas kështu problemesh. Për shembull Argita e flet, e shkruan pa gabime super shqipen. Edhe për ta shkruaj domethënë e shkruan zakonisht shumë mirë. Ta rregulloj edhe pak telefonin. Ndërsa Adriana më tepër e flet. Adriana flet. Për të shkruar e ka pak të vështirë. Domethënë e ka tek bashkëtingëlloret. E ka pak të vështirë që ti shkruaj, por po e mësojmë sepse ajo është akoma në klasën e dytë, edhe është fut në temën e gjuhës këtu, me mësimet këtu dhe është pak e vështirë. Edhe ndonjëherë nuk du ta ngarkoj, po prapë nga pak çdo ditë, kur bën detyra, domethënë, unë i flas shqip kur ja shpjegoj, ajo ma kthen domethënë greqisht sepse e kupton, por unë gjithmonë shpjegimet gocave të mësimeve ja kam bërë shqip. Adrianës, domethënë prap shqip. Nuk i them shpjegimin greqisht, sepse duaj që të futet edhe në temën e disa fjalëve të shqipes që ajo nuk mund t'i ngjoj dot nga unë, domethënë sepse janë fjalë që mund ngjohen vetëm në shkolla. Prandaj dhe unë mundohem që shpjegimin në detyrat e këtu greqisht ja kthej në shqip. Unë jam vesh në fakt kështu, po do shkoj të pi kafe, do pi vetëm kafen e mëngjesit. Kam një prerje, një lyerje dhe sot nuk kam kohë, por do më duhet nëse do jem gjatë gjithë javës shpesh herë dalur, edhe dua që të marr disa qershia, sepse dua të bëj një tart. Pra t'imagjinoni që të kesh vreshta me qershia, domethënë ne kemi në Shqipëri, edhe të mos hash një kokër qershi. Unë duhet të jem zvese se ka njëri tjetër. Pra nuk kam ngrënë as një kokër qershi sepse nuk më kanë sjell. Po presim se atje i vjelin edhe është vjeri dhe i shesin, i është dhe kunati, edhe i shesin edhe qershia atje në fillim fare ka qenë me 16.000 lekë, më duket, pastaj ull, tani diku tek më duket 6.000 lekë ka shku, edhe unë akoma po presim të sjellin qershia. Në fakt unë e kisha bërë plan që të shkoja, t'i bëja dhe surprizë njerëzve atje, por nuk shkova, sepse po i presim që të vinë. Prandaj dhe unë nuk kam shku, plus që edhe gocat, Argita është shumë e ngarkuar e nuk mundem dot që ta le dhe vetëm kur është e ngarkuar, dua që t'jem krah. Sa të bukra, shumë bukra mami. Pa ke shumë nga ato kështu, kukulla kështu. Shikoj çik ato atje? Gorgonat, sirenat. Nuk pëlqejnë? Erdhem tek Xhambo me Adrianën edhe morëm sa mrrokulla tash. Hajde Adriana. Jam mrrokulla, po morëm edhe kështu, unë i marr për të pikturu Adriana, që të kaloj kohën tani në verë. Avash, mbaroj shkolla edhe. Gjete? Wow, shumë e bukur. Morëm topa që nuk e di do mbushim pishinën me këto, që ka vit për vit i ka kërku, po s'ja kam ble, se nuk du t'ja blej, domethënë, si mi hap në shtëpi. E morëm ca gjëra kështu, vetëm për Adrianën morëm, as një gjë kështu interesante. Ha, make-up. Do marrësh një make-up?
Adriana do make-up. Qëto make-upet e kalamajave. Që janë ato? Këto futen të ujti. Këtë zgjodhe? Kjo pas ka mana qyrë, blash, edhe palet, edhe furçët, për nuk e di këtu poshtë, s'ka s'ka gjema. E mirë që e ka. Dhe bëj make-up me ngjyra verore. Hajde, vendosim dhe këtë ke karroca, 2 euro këtu, 2 euro atje, 3 euro atje, 1 atje, kur shko në Tamio, vetëm ku paguan 100 euro, ati vën truri, si shef si që ke marrë. E morëm dhe i topit, ta tërgojmë i qik mami topin? Shumë i bukur. Ja dhe unë këtu, përfundova në Lidl, sëm që kam prish qik flokët, përfundova këtu tek Lidl, mora 2 gjëra, sepse do shkoj të pi kafe me gocat, me shoqit, edhe u lyva, u rrugullova, u pispillosa me buskuqe tjere, sot është e inte, edhe unë dhe nga drejka më duhet shkoj të bëj dhe pazaret, Mora dhe lule, edhe këto qeset që mora të Lidl për 2 gjëra dhe del me 10, me 20, edhe shkoni pak. Po mendoj të bëj edhe një foto kështu për Instagram. Kështu që nisemi, e do pim kafe atje, rrypin se kam vënë, por mos kujtoni se unë rri pa kafe në mëngjes, se Mikeli këtu po ka ngel dhe një i pik në fund. Me quku trëndafili. Mos më ka hyrë ndonjë gjem. Nesër kam për të bërë edhe thonjt. Kam lënë takim për thonjt e duarve, se mi arrit shumë edhe më thyen, e nuk i duroj dot, nuk më lën bëj punë. I kam shumë bezi, domethënë kaq të gjatë. Shkoj me pim kafen, edhe pse jo të hedhim një sy, domethënë, të çmendem një çik anë në për dyqanet e qendrës tregtare, dhe dua të kërkoj dhe një palë atlete për Adrianën, që të ketë një palë kështu, domethënë për vrap. Dua New Balance të Nike-ut dhe nuk e dia do gjej dot për Adrianën numra. Do kërkoj sot. E shpresoj mos vonojmë edhe për pazar, se kam pazarin e frutave, perimeve, zarzavateve të freskëta. Ta hap pak xhamin se është pak diell, në mëngjes ftoht, në drek është nxehtë, po tani në mëngjes kur del dielli të djeg kokën. Ta shurdhoj dhe kjo. Bëhem gati për të shkuar, se kam takim për të bërë thonjt, se mi arrit shumë, edhe mi janë qa domethënë, nuk e di se si doja bëja goca, dhe njeri është qa fare deri në mish, kam shumë frikë. Dhe mund t'i them që mund t'i hedhi pak, domethënë ta bëj pak me xhel, se unë nuk i bëj me xhel, edhe kam nxjerr dhe robet këtu që do vesh. Vendosët që kështu shpejt. Do vesh këtë bluzën e bardhë, do ja tregoj pantallonat, këtë është një kuqe, shumë e bukur. Ndoshta ka atë refleksin e portokallis, domethënë, pak. Edhe këto do vesh. Edhe duhet iki të marrë edhe kafen,
2 minuta te kafja, kështu, 2 minuta. Sa të qëndroj, do ta marr në dorë kafe. Στο slime μέσα. Ku? Άμα το κουβάς σε κολλάει. Τα έφλυνα τα χέρια μου, δεν βγήκαν πάρα χαρτομάτια και βγήκαν. Mirë, se ta rregulloj mam. Δεν βγήκανε. Well then, why? Well then, why? Barova. Bëra kuqe sot. Edhe çantën e kam të kuqe. Pak parfum, me që do dalim nga qendra, domethënë. Me që do dalim qendër, sepse atje është ajo goca që bëj thojt. Edhe dukemi çik njeri. Voila! Ja pra, edhe çantën jam bërë gjithë kuqe sot. Këto pantallonat vjen edhe nga brenda, kjo e bardha, do me thënë kthehen. Edhe kthehet edhe kështu, unë i kam kthy kështu si kam çik gjata, dua mos ngatrojmë në këmbët, se mos thyni qaf rrugës. Se nuk e di a ju a kam tregu, po një herë jam rëzuar mund mes asfaltit, do me thënë, duke kalu fanarët, semaforin, që mund të kishe, kush e di se makinat ndaluara, unë e para që kaloja, edhe ka qenë verë, kam qenë me këto tutat letat gjëra, si saten. E të kam thy qafën, urzova, mund mes asfaltit, po qëlloj një zoj mrapa me dhe më ngriti shumë shpejt, do me thënë, hop, kisha kafe në dorë, kafja, kafja kishte kapak, se mos kishte kapak, do mi që hedh nga sy, do me thënë, do isha vorë unë, po që ka ardhë zorë dhe kam i ka shpejt, sa u futa mi rrugica, dy mos shikon dhe njeri, po ishë shumë e rëndë, do me thënë, që thysh qafën mes rrugës. Edhe prandaj, këto gjërat i kam frikë ndonjëherë, janë shumë të modës, por janë dhe shumë të frikshme kur hecën, kështu që do i vesh me sandale, jo me atlete. Edhe shkojmë çike Mikeli se do e marr kafen një herë në mëngjes, pastaj me që do kaloj poshtë kam rrugën aty. Pastaj kur shkoj ora, diku tek nuk më bie shumë, tek 10 minuta të qëndroj, ta marr në dorë pastaj. E edhe një xhiro nga qendra ndej, që mos na shkoj qendra kot, dhe shkojmë.
E mora kapën, 2 minuta. I bëra dhe thonjt, kam zgjedh të ngjyrën e verdh, na doli dielli tani. Në fakt doja t'i bëja korali, por herën tjetër korali. Me që është shumë në modë e verdha. Diçka e thjeshtë, domethënë nuk I doja shumë, po këtu, nga që mu më shty edhe nuk e doja t'i vendosja xhel. Kismet, kur t'i bëj herë tjetër, thash t'i bëj xhel gjitha. Atëherë do bëj një pastrim me fytyre shpejt, me ju a tregu, megjithse unë kam shumë informacion rreth estetikës. Pavarësisht se ka shumë nga ju që shkruajnë komente për shumë gjëra, domethënë, ose informacione që unë edhe mund t'i di, por unë ju lej që t'i shkruani, pse jo? Domethënë, mund t'i shpjegoni edhe në komente që t'ja lexojnë të tjera. Por që librat e estetikës që kam marrë unë janë libra që kanë thelbin e estetikës, pothuajse çdo libër estetike që mund shkruhet janë, domethënë bazohen po tek bazat e vjetra, sepse duhet të dini bukuria ose estetika është matematik gjeometri. Këtë ka. Pra çdo gjë matet. Edhe pjesa hundës, pjesa buzës, pra është gjeometri matematik. Atëherë, Alketa na ka dhënë këtë, mund të them, lopat vogël, sepse thotë që nuk duhet me duar, unë faktikisht e di që nuk duhet me duar, por këtë do ta trazoj. Kam këtë scrubbing këtu, ose scrub. Da heq pak buzkuqin, me kap nuk është që kam bërë shumë, vetëm mollë dhe do të vendos edhe. Vendosim edhe këtë peshqirin. Mëra vathi, harrova t'i heq. Heqim dhe vathet dhe unë do t'a vendos me nxjerrim të shpejt. Kjo në fakt, po ta shikoni në fotografi, mund vendoset poshtë, edhe poshtë. Kur duam t'i mbajmë flokët më të ngritura lart, është shumë e mirë, domethënë është diçka që mund ta vendosësh edhe sipër kokës edhe poshtë, domethënë edhe këtu tek balli dhe poshtë. Mbrapa. Okej, atëherë do ta vendos me nxjerrim të shpejt, edhe unë nuk është që do përdor këtë lopatën. Në fakt ky skrubi këtu ka ngrirë pak, do trazuar, edhe do shkrirë në fakt. Edhe s'ka gjë, do ta trazoj pak, do mundohem gjej pak një material më të butë që të bëj një pastrim, sepse unë e kam pastru fytyrën vet, kam edhe unë skrubin tim, domethënë. Pa e them siç shkruhet, skrub. Dhe kam të furçën e dashur, me këtë furçën, mos I kam dritë hijes, është e pastër, me këtë furçën unë bëj pastrimin e fytyrës. Dhe kjo është nga Kelly, është material që nuk e ndroj kurrë, është super furçe. Shumë e butë. Më pas do të vendosim kremin edhe vajin. Vajin do ta lëm për në fund. Por që të, domethënë, po qëndroj edhe shumë herë më e butë, mund të vendoset dhe vaj mbas skrubit. Por unë do vendos kremin, sepse lëkura ime është e atillë. Gjithmonë do një zbutës pastaj vajin. Të e pastroj me këtë. Micellar water nga India dhe thote të ndafil I kuq. Me këtë e kam pastru, janë ato që kam marrë tek Sephora. Duket pak, dua të them edhe diçka që për ju që e keni lëkurën shumë delikate siç e kam unë, mirë është përdorni scrub që është I butë, gel, domethënë. Kështu që këtë atë që është I ashpër, se unë këtë që kam tani që e përdor në këtë momente është pak I ashpër për lëkurën time, por që mund ta përdor shumë rrallë, sepse duke qenë lëkura e hollë e plasarit nga brenda. Do shkoj laj pak fytyrën, edhe do përdor kremin. Okej,
e lava fytyrën, por do të them që ky scrubi është pak i vrasht për lëkurën time, do të thonë mund të ketë lëkura tjera që i pranojnë. Unë kam vite që scrubin e bëj vetë, do të thonë di ta bëj shumë mirë, edhe më do të jetë edhe pak, do të thënë më i butë për mua, për lëkurën time, mos e kish kuptoni, pastaj për të tjerat, për lëkurën, për shembull, nëse ju doni të porosit tek Alketa, duhet t'ju jap Alketa informacion. Atëherë, ajo që përdor shky këtu, që lexon, ja ku është sensitive skin. Pra duke qenë që është një lëkurë shumë e hollë dhe plasaritet shumë shpejt, unë këta e kam me dermatologe, sado që mund të kem informacion vetë për kozmetikën, dermatologjia është tjetër gjë, duhet ta dini. Nuk ka lidhje me ne që bëjmë, do me thënë mund të bësh kurse ose mund të bësh një vit, 2 vjet shkollë, nuk ka lidhje. Pra dermatologjia është shumë ndryshe dhe kjo gjë dije, do me thënë. Kështu që për ju që keni lëkurën shumë të hollë si unë, nëse e gjeni, ky është shumë sensitiv, do me thënë për lëkura shumë delikate, që unë lëkura ime rrëdhoset shumë shpejt, në fakt. Duke qenë që jam shumë e qeshur, sepse unë qesh gjatë gjithë kohës, edhe nuk mund të rri dot pa qesh, duhet t'i tregoj edhe këtë që është edhe këtë maskën, që është një mask super mask, që këto janë paket, është edhe kremi. Kremi ndiku këto duhet ta kem, se mbaj mend, që ju a kam treguar, ja ku është këtu, është Radiant, pra Radiant Lift. Nuk e di sa duket, është mbrapsh, se kam në telefonin nga kamera para, pra këto janë set, që unë në kam vite, që i përdor atëherë. Dua të përdor kremin një herë, këtu, që na e ka dhënë Alketa me do e mos, që mos përdorim thonjë. Jo se do përdorësh thonjë, po unë duke qenë që lava duret me ujë të nxehtë, po përdor këtë lopatën e kësaj kapakut. Nëse nuk e dini, kjo mund të përdoret. Pra, mund ta merrni ajo pjesa që ajo ka këtu, pra e ktheni në një anë, jo kur bëhet deri në fund, se atëherë sa rrin ajo, tak, por që duhet masazhohet me mollzat e gishtave. Nuk mund të masazhohet me asnjë gjë tjetër. Janë në disa dorashka, do me thënë dorashka, vetëm dorashka gishtash. Për shembull për këto këtu, deri këtu, që janë kozmetike edhe bëhen. Për ato që merren me lëkurë. Aromën e pas ka shumë të mirë. Kështu që i kam la duhet më ujtë nxehtë tani, dhe kështu që me mollzat. Aroma është super e mirë. Kështu që mbaruam edhe me kremin, që të mos e kapnin me thonjë. Tani do përdorim edhe vajin. Nuk do të përdor shumë. Do na bëj bijamet me vaj. Vajti, mirë është ta thithi lëkura, po pak, fare për ta hap. Dhe bëj dhe pak këtu. Mbarova. Erdhem në fund të videos. Më duhet të bëj mbylljen, me që kisha make-upin e hoqa, pastrova, e bëm edhe skincare, të paktën aroma që ka përdor Alketa më pëlqen shumë, por nuk e di, do shikoj dhe rezultatet më mbrapa, edhe të vajt, edhe të kremit. Ndërsa për scrubin e thash që për lëkurën time është shumë i ashpër. Do me thënë, unë e kam të ndaluar me dermatologët të përdor kaq të ashpër, edhe ajo që përdor unë është sensitive. Këte unë do ta përdor ndonjëherë rrallë, do me thënë,
është shumë e mirë se bën pastrim shumë të thellë kur ka shumë kokriza. Që do të shihemi në videon tjetër, në next video. Deri atëherë, mirupafshim.